Në lagjen e balliseve të fshatit Çegran sot ka filluar të implementohet projekti komunal për shtrimin e rrugës me pllaka bekatoni. Bëhet fjalë për një sipërfaqe prej 1800 metra katror, gjatësia është 600 metra, kurse gjerësia 3 metra. Investimi do të kushton afër 41.000 euro, ndërsa mjetet janë siguruar nga buxheti i komunës. Banorët thonë se ky investim ka qenë i domosdoshëm në lagjen më të madhe të fshatit, sepse kushtet e rrugës u kanë shkaktuar shumë telashe frekuentuesve të përditshëm. Komuna e Gosivarit ka vijuar me realizimin e projekteve infrastrukturore të parapara për realizim brenda vitit 2015. Investimi i radhës është duke u realizuar në Çegran, ku në lagjen e balliseve rruga është duke u shtruar me pllaka bekatoni. Për të parë punimet nga afër, në terren doli edhe kryetari i komunës së Gosivarit Nevzat Bejta, i shoqëruar edhe nga kryetari i Këshillit Komunal Nasir Musliu. Me këtë rast, kryetari Bejta deklaroi se ky investim komunës së Gosivarit i kushton mbi 40.000 euro, kurse sipërfaqja e rrugës është 180 metra katror, gjatësia 600 metra, kurse gjerësia 3 metra. Kemi ardhur këtu të ndjekim punët prej së afërmi, se si zhvillohet rruga dhe vendosja e bekatonkave në lagjen e balliseve në Çegran. Dhe këtu bëjmë ndërtimin e një rrugë me distancë 1800 metra katror, gjatësia është 600 metra, gjerësia është 3 metra. Do ka për investimi afër 41.000 euro. Edhe besoj se në afat të caktuar do të kryhet edhe do të avem në përdorim. Për kryetarin e Këshillit Komunal, Nasir Musliu, i cili është edhe nga ky fshat, ky investim i komunës së Gosivarit paraqet një premtim elektoral që po bëhet realitet. Kjo është një rrugë shumë e rëndësishme për këtë lagje, është një pjesë e re e fshatit, ku këto vitet e fundit është shtu banimi dhe ka disa rrugë të cilët janë shtu, kjo ndër rrugët të cilët i përkasën kësaj lagje, shtrimi me bekaton ka kësaj lagje mundson lëvizjen sa më të lirë të qytetarëve. Kjo ishte ndër premtimet të cilët ne kemi dhënë para qytetarëve tonë dhe do të vazhdojmë edhe më tutje me premtimet tjera të cilët kanë mbetë edhe pa realizuar dhe në kontinuitet dhe ato do të vazhdojnë të realizohen. Për banorët e lagjes, rregullimi i rrugës paraqet një lehtësim të madh në përditshmërinë e tyre. Ata u shprehen falendërues që më në fund sfidat e popullatës që frekuentojnë këtë rrugë do të marrin fund. Na ka penguar edhe dimri edhe vera, por ka njëherë edhe pritja është e durueshme, ne patëm durimin ku do t'i harrojmë krejt ato peripetit cilët i kaluam, më në fund ajo ndër u bë realitet, andaj shfrytëzoj rastin në emën tim personal, në emën të banorëve të kësaj lagje edhe një herë përzemërsisht i falenderojmë kryetarit dhe stafit komunal. Kryetari Bejta premtoi para banorëve se ky nuk do të jetë investimi i fundit në këtë vendbanim dhe se shumë projekte të tjera presin me radhë për tu implementuar, që kanë për qëllim përmirësimin e kushteve të banorëve të këtij vendbanimi, por edhe të regionit të Gosivarit.